Një pyetje tjetër gjithashtu rreth këshillës është se si duhet t'i këshillojmë tjerët. Kemi dy kategori në përgjithësi të njerëzve. Kemi atë kategori të njerëzve të cilët nuk marrin këshillën dhe i duket si diçka e rëndomt kur dikush e këshillon. Pra kemi arritur deri në atë pikë që e konsiderojmë si ofendim këshillën. Por gjithashtu janë edhe njerëz të cilët kur këshillojnë nuk dinë të këshillojnë në mënyrën më të mirë. Kurani rekomandon që njerëzit të cilët këshillojnë të këshillojnë me urtësi. Kur ne nuk këshillojmë me urtësi, shpesh herë njerëzit nuk na marrin seriozisht dhe as këshillën nuk e marrin seriozisht, duke qenë se këshilla jonë nuk është e bazuar në dituri, nuk është e bazuar në urtësi dhe në një eksperiencë. Prandaj këto dy pika janë shumë të rëndësishme, ta pranojmë këshillën dhe gjithashtu ta japim atë dhe kur ta japim atë, ta japim atë në bazë të diturisë, urtësisë dhe eksperiencës.